Me fillimin e dimrit, gripra të ndryshëm fillojnë të qarkullojnë më shumë. Ajri i ftohtë, qëndrimi për një kohë të gjatë në ambiente të mbyllura dhe mungesa e rrezeve të diellit krijojnë kushte ideale për përhapjen e gripit dhe infeksioneve respiratore. Edhe imuniteti ynë shpesh bie për shkak të mungesës së vitaminës D, lodhjes dhe stresit të përditshëm. Për të mbetur të mbrojtur në këtë periudhë, mjekët rekomandojnë disa këshilla të thjeshta por shumë të vlefshme. Bani higjenë të mirë personale, lani duar shpesh dhe ajrosni dhomat rregullisht. Forconi imunitetin, ushqehuni me vitamina, pini çajra të ngrohtë dhe mos harroni hidratimin. Vaksinohuni kundër gripit sezonal, sidomos nëse jeni fëmijë, i moshuar apo keni sëmundje kronike. Shmangni turmat kur është e mundur, veçanërisht në periudhat e qarkullimit të lartë të viruseve. Këshillonu me mjeku nëse keni simptoma si temperaturë, koll, dhimbje fyti apo lodhje. Trajtimi i hershëm e bën dallimin.